Normal, shiko. Kur u bë reforma në drejtësi, ju keni parasysh. Kur u bë reforma në drejtësi në Shqipëri, që u votua nga 140 deputetët, por në fakt rrugës pasaj filloi u deformua, sepse do ta pranojmë që u votua qartësisht nga të gjithë që hajde do bëjmë reformë, da reformojmë drejtësinë e kështu me radhë. Ne ndënjëm disa vite pa gjykatë kushtetuese, ndënjëm disa vite pa gjykatë lartë dhe kryeministri aktual, zoti Rama në atë kohë thoshte që kur s'kishte gjykata dhe njerëzit s'bënin dot atë rekurse se as ankime asgjë, thoshte më mirë djepi bosh se shejtani i brenda. Dhe ne sot po vojmë këto pasoja, sepse jo se Shqipëria nuk kishte nevojë për reformë, reformë ka nevojë dhe Shtetet Bashkuara që është ne mbajmë si etaloni i dëshmërisë apo demokracisë dhe lirive drejt njeriut. Ka reformë, ka nisur Gjermania që në 2021 një reformë. Por reforma në Shqipëri nuk u bë reformë. Në Shqipëri u bë një, mund të themi, në mënyrë kirurgjikale, pra u bë një operacion ku u shkatëruan çdo lloj vlere të njerëzve që kishin vlera juridike. Madje janë larguar nga sistemi dhe njerëz të cilët kishin dhënë kontribute në jurisprudencën shqiptare kështu me radhë. Padyshim që kishte të korruptuar dhe do ketë korruptuar, sepse sistemet nuk ndërtojnë asnjëherë perfekt. Por problemi që ndron këtu që ne gjatë rrugës deformoj që në momentin po ju kujtohet kur zonja Arta Marku zgjot me 69 vota. Dhe që aty pastaj mori rrugtimin e saj, krijua SPAK-u, krijuan institucionet e tjera, KLP-ja kështu me radhë. Pra, një gjë që lind në këto kushte, një fëmijë që lind, do të thënë sakat në gjuhën e popullit, ai nuk ka se si të shërohet me rrugës. Se nuk shërohet dhe ka gjenetike atë. Dhe ne e ndërtuam në këtë mënyrë të njëanshme, nuk e vazhduam në mënyrën të dyashme dhe pse për të marrë meritat. Dhe po t'i vësh sot që a thot kryeministri, thot meritat janë tona, thot, sepse ne kemi bërë reforme këtu me radhë. Ashtu e... Mirë, shiko, njerëzit janë të prirur ta besojnë, e kuptoni? Po, jam shumë dakord me këtë premisë. Dhe pse mos ta besojmë sot ai, e kupton? Tani problemi është ky. Nëse ti e bëre këtë reformë dhe aty e bëre për të goditur qoftë kundërshtarët brenda partisë tënde, qoftë kundërshtarët politik, dhe ti nuk prekesh, atëherë te njerëzit krijon atë, si thonë, imazhin asaj që ti nuk e ke më në drejtsinë e pavarur, po je një drejtësi e kapur. Dhe e thash këtë gjë sepse edhe zoti Meta, po ti kthemi ngjarjeve në kohë, zoti Rama nga Asamblea e Partisë Socialiste ka folur. Ne duhet t'i heqim shqiptarë çfarë borxhi kanë shqiptarët Ilir Metës, se kishin aty ministre, kishin pra i zuri të gjitha funksionet që kishte ai patur dhe SPAK-u duhet veproj. Do t'i që SPAK-u veproj, a ishe rasti kjo? Unë nuk besoj se është rasti. Dhe mënyra pastaj si u arrestua zoti Meta, që ishte një mënyrë krejt kriminale, krejt e pa precedent në historinë e arrestimeve, kishte arrestuar vetëm Enver Hoxha Koçizoze në këtë mënyrë. Në 48-ën, Enver Hoxha mori zvarr Koçizoze në Banesa dhe i sigurimi atëre dhe e bëri për t'i bërë shembull popullit. Pra pi tregoj që ju dhe zoti Meta u arrestua në këtë mënyrë. Unë nuk po flas për klientin tim, zoti Meta aktualisht, po flas për një njeri i cili e ka parë që presidenti i vendit të tij merr zvarr në mes të rrugës. Ne mendojmë që jemi një vend demokratik. Kështu që unë do ta e bëra këtë rezume për të thënë që nëse një çështje lindë e tillë, është shumë më vështirë pastaj që ato gjykatat, ai gjyqtari, ai prokurori, ti të fillosh pastaj që të mendoj për ta lehtësuar pozicionin e tij juridik, ka apo nuk ka prova. Kjo është arsyeja për të cilën sot zoti Meta qëndron në paraburgim dhe mos harrojmë diçka tjetër. Për t'u sjellë në vëmendjen tuaj, në dosje po shikojmë. Pra, ne aktualisht nuk kemi prova për të, sepse SPAK-u akoma s'ka përfunduar hekimin. Do t'ju pyes edhe për një deklaratë. Dhe çfarë thotë? Çfarë ndodh tani? Ndodh që ai arrestohet pikërisht në momentin e parazgjedhjeve. Pra, në muajin tetor, ai arrestohet. Por procedimi penal kishte nisur 6 muaj më parë. Dhe kështu që procedimi penal si person në heti flasim. Se procedimi ai kishte nisur në 2019, e kupton ti tani pas 6 vitesh ti sot vazhdon akoma ta mbash në paraburgim se thua nuk kam prova. Pra 6 vite çfarë mund të pres më një njeri kur ti heton 6 vite? Pra, kjo është ajo që të kthehemi përsëri te masat e sigurimit, që masat e sigurimit personal në Shqipëri janë shumë të egzageruara dhe për mua krijojnë për statistika që qytetarët të mendojnë që në Shqipëri po bëhet drejtësi. Unë dua të bëj një pyetje për te perceptimit që ka shoqëria apo perceptimit popullor. Në anën tjetër, SPAK, dhe këtu më korrigjo po jam i gabuar, ka nisur një hetim për Ilir Metën. Në anën tjetër, thuhet që thashe theme thonë që Ilir Meta ka shumë pasuri, por ju që jeni avokati ti ka thënë që Ilir Meta në llogaritë e tij apo në ato çfarë një ligji nuk ekziston asnjë pasuri.
si qëndron e vërteta e kësajt në ana ligjore? Shiko, këto që do them tani është e vërteta sipas provave. Po, sipas provave. Prandaj thash nga ana ligjore se ligjit i drejtohen. Unë hyj tek ata avokat që nuk merr me thashë theme. As me kolega, as me njëri tjetër. Unë flas për parime. Problemi është ky. Spaku ka kryer hetime prej vitit 2000, që prokuroria krimet e rënda, pastaj çështja e kaloi Spakut, që në përçes dia. Pra ka kaluar nga krimet e rënda tek Spaku. Dhe Altin Dumani, pasi bëri betimin te zoti Meta në presidencë, një javë pas regjistroi procedim për çesdia, sepse mendoi që aty ishte bërë korrupsion i madh. Dhe prej dhjetorit të 2019-s deri sot, pavarësisht kalojnë 6 vite. Më besoni, janë bërë letër porosi në të gjithë vendet ku Bashkimi Evropian po e po, në SBA po e po, në Angli po e po. Në Angli janë bërë. Të gjitha. Në Angli po e po, në Kanada po e po, në Qipro pra ku mendohet, në të gjitha vendet që mendohet që zoti Meta mund të kishte pasuri. Edhe nga akuzat që janë bërë. Dhe akuzat që janë bërë. Dhe më besoni, është zero. Pra në planetin Tok, ai individi nuk ka pasuri. Të vetme pasuri që kanë kapur është 1/4 e banesës që ka me baban, me motrën që janë bashkëpronar tek pazari, mos gaboj pazari i ri. Kjo është pasuria. Është pastaj banesa e përbashkët që ka me që diskutohet me zonjën Kryemadhi, me fëmijët e kështu me radhë. Po mos harrojmë edhe diçka tjetër. Që nëse do t'i bënim një analizë financiare, mos harrojmë që zoti Meta ka 30 vite deputet, ka qenë në 92-shin. Po. Ka pas poste më të larta. Poste më të larta. Dhe sikur të kursente na 1 lek në 34 vite, më thonë, na 10.000 lekë të kursente në muaj, do kishe mundësi ta blinte një vilë. Po t'jetonte në vilë, do kishe mundësin. Apo jo, sepse i është dhe mundësia deputet... Për shkak se ka pas një pak të lartë. Pa dyshim, të gjitha këto. Më thënë, e bëra shumë banale këtë... Jo, me thjeshtove se nuk ka... Që e thjeshtova që ta kuptojnë qytetarët, që sot në Shqipëri nuk ka një qytetar, nuk po them të gjithë, të kuptojemi, nuk ka njerëz të cilët kanë patur poste publike ose jo publike, kështu me radhë që nuk i kanë një shtëpi, 2 shtëpi apo 3 shtëpi. Tani, problemi është ky. Kur Spaku nuk ka arritur. Për batu do të them avokat ka funksionar që i kanë blerë shtëpi edhe dashurave. Jo, unë di ka blerë shtëpi e makina dhe vazhdoj t'i blerë. Po unë bëra, e shiko, nuk doja që t'i hyja në atë banalitetin e atë. Në jetëm në askujt, nuk doja t'i bjem qap dikujt. Tani, problemi është sepse, shiko, ne flasim në media këtu. Dhe kur flasim në media na dëgjojnë dhe sa njerëz që kanë përveç urrëties kanë edhe pa 2 parë në kokë. Tani, unë po them, Spaku, deri sot që po flas tani këtu te intervista juaj, nuk ka gjetur asnjë pasuri të paluajshme dhe të luajshme të zotit Meta. As llogari bankare mor, sepse zoti Meta nuk ka patur llogari bankare. Unë nuk kam mbajtur kurrë thot kartë, se nuk më janë dashur thot. Se kam qenë për poste, për gjëra, janë lokal, e pija kafe, nuk është ka qenë një njerëz dikush tjetër, nuk ishte këto gjëra. Dihet këto favore që të jep pushtet. Tani është futur Spaku pasurisë jo pa ai operacioni në Vjen bëri 7.000 euro. Unë e shikoj banalitet këtë. Pse se ka deklaruar Monika? Tani ne do të shikojmë diçka. Nëse përgjegjësia në një vend demokratik, pranë demokraci, siç na ka mësuar edhe kryeministri, është personale, atëherë disa gjëra i ka kryer bashkëshortja e tij, që do thotë mos deklarimin e disa të ardhurave që ishin jo të shpenzimeve, të si nuk duhet të deklaroheshin te LDKP-ja. Problemi është ky. Çesdia është një çështje e cila është gjykuar 2 herë. Është gjykuar Kastrioti Ismailaj, është gjykuar edhe në Vjen për shkak të që pati konfliktin që pati Qezi me shtetin shqiptar në 2014, ku u lan aty shteti shqiptar humbi 600 milionë kështu me radhë, që u prish ajo marrëveshje e famshme. Dhe ju e dini që Qezi ishte një kompani shtetërore, e cila u lidh me Shqipërinë për një arsye të caktuar që Shqipëria do merrte hiqe vizat e kështu me radhë. Pra, kishte një interes nga pikpamja kombëtare jona, që Qezë, ai Fyle, që ishte brenda, na ndihmojnë ne atëre për të hequr vizat, ishte komisioneri për jashtë e kështu me radhë. Pra, nuk bëhen dhe marrëveshjet, kur bëhen marrëveshje politike, ekonomike, bota kështu është ndërtuar.